Faqja Na ishte dikur sjell një opinion për miqt dhe shoqërinë nga autorja e mirënjohur Elena Ferrante. Ndoshta ka ardhur koha të pranojmë se një shok i keq, një shok tek i cili nuk mund të mbështetesh, s'duhet quajtur fare shok. Her pas here më është thënë nga gra që njoh se unë qenë kam një shoqe e mirë. Kënaqem, por nuk e kam guximin ta them vetë këtë. Në përgjithësi, kam tendencën të mos i shtoj mbiemra fjalës shok, ose përcaktor që i referohen hierarkisë së ndjenjave dhe besueshmërisë. Më duken të pakuptimta. Unë nuk do të thoja kurrë, për shembull, ajo është shoqja ime e ngushtë, sepse nga kjo do të nxirrja përfundimin se kam edhe shok që i pëlqej më pak, të tjerë që nuk i besoj aq shumë, të tjerë që i ndjej më pak të afërt. Dhe në qoftë se do ta bëja këtë, vetvetiu do më lindi pyetja: pse e konsideroj veten shoqe me këtë grua? Pse i konsideroj ata shokët e mi? Fjala mik, në prani të hierarkive të këtij lloji, nuk është e përshtatshme. Ndoshta duhet të pranojmë se një mik i keq, një mik i pasigurt, nuk është mik. Ndoshta, për të qenë i qartë, edhe nëse është e dhimbshme, duhet të mësojmë të mos themi një mike, por një grua me të cilën kaloj kohë ose kam kaluar kohë. Problemi është se ne na ngushëllon ideja që kemi shumë miq. Kjo na bën të ndihemi më popullor, të dashur, më pak të vetmuar. Për këtë arsye, ne preferojmë të përshkruajmë si miq gra me të cilat kemi pak ose as pak të përbashkëta, por me të cilat, nëse është e nevojshme, plotësojmë një zbrazëti, kalojmë një pasdite në një kafene, pim një gotë verë, asgjë në veçanti. Asnjëherë mos u shqetësoni nëse më vonë, në rastin e parë që ju jepet, i quani ato thashethemexhje, gjarpërinj, të tharta, tepër të ndjeshme. Fakti është se një mike është aq e rrallë sa një dashuri e vërtet. Fjala italiane për miqësinë, amicizia, ka të njëjtën rrënjë si folja të dua, amare, dhe një marrëdhënie midis miqve ka pasurinë, kompleksitetin, kontradiktat, mos përputhjet e dashurisë. Mund të them, pa frikën e egzagerimit, se dashuria për një shoqe gjithmonë ka qenë një marrëdhënie shumë e ngjashme me dashurinë për njeriu më të rëndësishëm në jetën time. Ku është dallimi? Marrëdhëniet seksuale. Dhe nuk është një ndryshim i vogël. Miqësia nuk vihet vazhdimisht në rrezik nga praktikat seksuale, nga sa rrezik ka në përzierjen e ndjenjave kryelarta dhe presioni i trupave për të dhënë dhe për t'u marrë kënaqësi. Është e vërtetë se sot, nga ajo që unë mund të shoh, miqësia seksuale është gjithnjë e më e përhapur. Në italisht, ndonjëherë kam dëgjuar termin tromba amico, me zemër të zjarrt, ose mik me përfitime. Por është një lojë që kërkon të mbajë në gjirin e saj njëkohësisht edhe fuqinë e përhapur të dashurisë, edhe rritjen e seksit të pastër. Ne e kemi njohur njëri tjetrin për një farë kohe. Ne i besojmë njëri tjetrit më tepër se të huajve. Shkojmë në një bar, një restorant, të shohim një film. Kemi marrëdhënie seksuale. Por unë ende nuk do të thoja se seksi është normal midis miqve. Ashtu si dashuritë e mëdha janë të rralla, nga ana tjetër, miq të shumtë dhe të mirë janë të rrallë. Ndërkohë, të njohurit me të cilët ne mund her pas here të përfundojmë në shtrat, janë të shumtë gjithashtu. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton Na ishte dikur.